Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Ja ku nisëm edhe natën e sotme, data shënon 30 dhjetor, shumë afër fundit të vitit. Shpresoj shumë që të ndihet kjo atmosfera festive. Të gjithë ju që punoni, keni lënë gjitha angazhimet për në momentin e fundit edhe pasaj darkën ja ngarkoni të zonjave të shtëpisë. Tani nuk e kemi fajnë të zonjat të shtëpisë që gjithë barra të bjen bine. Hajde ndani ato punë, bërë një listë mërore aty në familjen tuaja, burri do bëj këtë, fëmia këtë, jo të gjitha gratë, se zhysin kokën në kuzhinë edhe pasaj kur vjen puna, e marrin gotën, janë gjysmë të përgjumura. E vërtet, është kjo historia e zakonshme, por që duhet të nëstok një herë mirë. Po patjetër që pa. Le të bëjmë edhe këtë reformimin për të gjithë shtëpijat në këtë fund vit. Apo ki parasysh tani kur është fundi vitit, gjithë ka punuar gruaja. Taulina është bërë gati dhe i shikon të gjithë nëpër celular me kokën ulur poshtë. Asnjë muhabet nuk bëhet rreth tavolinës, po të gjithë mesazhe. Po sa të merre kam kur më nisin ato kartolina që janë standarde. Edhe unë kam shumë bezdi. Të lutem shumë mos më nisin fare. Edhe unë kam shumë bezdi. I bëjnë copy paste dhe i bëjnë share, i shpërndajnë gjithë. Ose kur ashtu në fund, me respekt, filan fisteko. Po nëse nuk ke atë shko, sa për shkruar 2 fjalë, si kur edhe vetëm gëzuar festat, më mirë mos e nis. Mos e nis fare, originale. E vërtet, diçka që ke menduar realisht për mua kur e ke dërguar atë mesazh. Ke shumë të drejtë. Mirë, ne do fillojmë një herë te Kartolina se po presin teleshikuesit dhe thonë çfarë do na tregoni sot. Dhe me për shtëpijat, eja me mua edhe të shkojmë në Mjet, tek një zonjë e nderuar, tek një shkrimtare fantastike, por mbi të gjitha një grua shumë e dashur, shumë e zonja. Valbona Mulajluka na ka hapur derën e shtëpisë së saj për të pritur bashkë me ne këtë fundvit, për të parë edhe për të bërë një lloj rezumeje se si ka shkuar viti 2025 për të. Mirëmbrëma, me ta tokim në shtëpinë e Bona Mulajluka. Faleminderit shumë, mirë se të gjetëm, jam shumë e lumtur që jam këtu me ty. Faleminderit e mirë se erdh, kënaqësia jeme gjithmonë. Po festojmë në shtëpinë tënde. Mua më duket sikur fund viti s'ka kuptim pa një intervistë bashkë. E kemi bërë traditë prej shumë vitesh tashmë, por këtë herë është shumë e veçantë për mua sepse na ke hapur dyert e shtëpisë tënde. Të falenderoj nga zemra. Është kënaqësisht të vërtet ka vite që ne mbyllim bashkë natën e vitit të ri, flasim për librin, flasim për gjithë vitet, pa asnjëherë në shtëpi. Në fakt ju duket sikur dikush është ju bën nerë që ju pret në shtëpi, në fakt është kënaqësi me të ardhur sot dikush në shtëpi as më tepër dikush si jo. Me tok bashk. Faleminderit. Ta bëjmë një ta tokim. Gëzuar. Një vit sa më i mbar dhe sa më i bukur. Faleminderit, viti i mbar edhe për ju gjithmonë. Faleminderit. Si ishte Bon në viti 2025 për ty? Çfarë ka ndryshuar gjatë atyre 365 ditëve? Kur arrin njeriu një farë moshe, një farë pjekurie, në gjitha, them, në moshë, në profesionalizëm edhe në gjithçka, të duket sikur gjërat nuk kanë ndryshim, pastaj vazhdojnë në atë monotoninë e tyre, por në fakt jo. Në fakt çdo vit sjell, sidomos kur je prind, sikur ne jemi, çdo vit ka ndryshime të para familjare, së dyti pastaj vazhdojnë ndryshimet e tjera. Ndoshta ka qenë viti më i mirë për mua që 11 vite, sepse mas 11 vite unë hapa dyert për një gëzim, se kisha fejesën e djalit, kështu që jam shtu me vajzë. Një lajm i bukur. Jam shtu me vajzë, se na erdhi një nuse në shtëpi edhe jam jashtëzakonisht e lumtur. Ndoshta ka qenë viti më i mirë them që 11 vite që kam humbur tim shosh. Sa bukur e thua, jam shtuar me një vajzë, është vërtet një kënaqësi e madhe ta dëgjosh. Kisha ndëgjuar në fakt rastet kur njerëzit thonë për ardhjen e një nusje në shtëpi, ndëgjon gjithsesi. Por them sikur ta kisha porosit nuk do ma kishin paketuar ndryshat nuse, sepse është një vajzë më duket sikur e kam bën unë, është ngjan më shumë mua se sa familjes vet, sikurse i mbir ngjan më shumë ndoshta andaj se sa them është bën një ndërthurje e tyre, po të shtohet një njerëz në familje, kur je një familje e vogël sidomos, sepse unë jam vetëm me 2 djemt, është një kënaqësi shumë e madhe, po të mbushet shtëpia, edhe nuk e di të ketë për një prind kënaqësi më të madhe. Mendoj atëherë ky duhet të jetë momenti më i veçantë i këtij viti. Absolutisht po. Ne thash mbas edhe 11 viteve ishte më i bukur. Çfarë kishte tjetër ky vit? Nëse bëjmë bilance, se në fund bëhen bilance, shohim çfarë gjërash kemi bërë, çfarë nuk kemi bërë, çfarë na ka ndodhur, si ishte ky bilanc për ty apo se ke bërë ende?
Jo, e bëj zakonisht sa po hyn dhjetor, sepse dhjetori më duket sikur është muaj vetëm i festave ngjarjeve, un kam lind dhjetor, e them do vazhdojmë që në fillim dhe në fund janë vetëm festa, nuk kena angazhime, pavarësisht se do kena angazhime çdo ditë kur filloj e vendosi deri me datën 31 ndoshta i kam shumë ditë zanuna me aktivitete. Por më duken shumë të lehta kur ke bërë gjatë gjithë vitit disa se kanë shkuar jashtëzakonisht mirë. Ka qenë një vit i mbushur, një vit i suksesshëm që me librin që erdha në dhjetorin e vitit kaluar, por këtë vit kisha vitin që ai libri mori rrugën. Pastaj ishin aktivitete letrare ku dove që jam më të fundit ku në vlerësova dhe me një çmim në Lezhë. Ishte çmimi Gjergj Fishta, një çmim i jashtëzakonshëm, ishin aktivitetet që kemi bërë në fund të bë ditëlinja e mjedis, një aktivitet shumë i madh dhe shumë i bukur që them ja arritëm për debatet që donim të bënim. Aktivitete me gratë pafund, me pjesën e biznesit, sepse unë jam koordinatore të artizantë dhe jena edhe me datën 18-19 ne jena në Prizren në një aktivitet që do bëhet prapë atje. Po mundohemi të bëjmë edhe diçka tjetër në planet që janë këto ditë doja shoh pastaj, kështu që them ka qenë një vit i mbushur plot me aktivitete. Bon, si ja del ti krijosh gjithë këto aktivitete, se janë njëri më i bukur se tjetri? E kam thënë, zakonisht njerëzit synojnë qytetet e mëdha për të bërë suksesshëm. Njeriu synon të jetë në Tiranë, të jetë në Shkodër, të jetë në qytete që ka aktivitete, ka kulturë, ka shumë institucione që munden me të dhënë dorë. Në fakt, koha ka treguar që nuk është arsye kjo për të thënë që ja arrita diçka. Në bashkinë e Vades ku unë edhe jetoj, por edhe që merrem me aktivitetet kulturore, është një bashki që na i ka hap rrugt për të bërë çka kena dashur. Në momentin një artist do ta lësh në atë që ai do më bë. Në momentin kur ti e suporton për atë, ai mundet me dhanë më të mirën e mundshme, edhe nëse nuk është ngaherë pjesa monetare, sepse ajo mungon vazhdimisht. Në fillim është ideja, është mbështetja dhe e fundit është ajo që sigurisht që duhet, por kur ja vën vetes për ta bërë synim do të arrish ta bësh diçka. Kështu që them kam bërë më të mirën e mundshme në këtë bashki të marr edhe pjesën që na është thënë nga njerëzit që kanë marrë pjesë aty që bën aktivitete shumë të mira deri në fund kur atë ditë ishin në aktivitetin Kukël, thonë hajde na bën aktivitete në Shkodër, se Shkodra ka pafund njerëz talentuar që bëjnë aktivitete, por por ndoshta na është bë diku i duket sikur po bëjmë një diçka shumë të madhe, kur i mësuam ata ty duken se janë krejt natyrshme, janë edhe njohjet pastaj të japin një lehtësi, sepse ti mundesh me një telefon me siguri se cilin që ti do më ftu, ndërkohë që dikush që nuk ka njohjet, do t'i takojnë, do ta ketë, nuk e njeh se kush është, do t'i shpjegojnë, nuk ka nevojë të shpjegoj se për çfarë bëhet fjalë në momentin kur i bëj ftesë dikujt. Është gjë shumë e madhe që duhet i falenderoj tonë ata njerëz që nuk më ka thënë asnjë në momentin kur bam të Kukëlit deri te artistat më të mëdhenj shqiptar që unë nuk kam shumë mesazhin për t'i ftuar, ishin zanë me aktivitete, por ishin gatshëm me ardhe dhe jam shumë e lumtur në momentin kur pa i përmend me emra kur Viktor Zhust, kur njerëz që shumë thonë bënë në atë zanën sepse atë ditë kishin shfaqjen se do vinin me shumë kënaqësi, ose Rita Petro ose shumë të tjerë. Kështu që them kena bë më të mirë në rastet vinë njëri mas tjetrit nëse ne do kena ide. Në momentin kur ti ke bë disa njerëzit do të afrohen për të bërë diçka tjetër, sepse vetëm para pak ditësh dikush më thotë bëna na bën diçka për të moshuarit e Barbullushit që djem ishte rasti jem në një tavolinë, them ç'a po bëjmë. Edhe ofrojnë zonjat e hapave të lehtë që unë i falenderoj, drekën thotë kanë prej nesh, dikush tjetër ofroi diçka tjetër që ne po e përgatisim me bë pak para Krishtlindjeve. U bë gati kaq ishte. Në momentin e parë ti do të hellësh idenë sepse po nuk e the, nuk mund të thosh nuk e bëj dot në momentin kur nuk e din askush se ç'a ti do të më bëj. Hillë idenë, nëse realizon, është shumë e mirë, ka raste që edhe s'e bën dot sepse ka shumë komponentë që do të ngjellen për të bërë një aktivitet, por më kanë ndihmuar fati edhe i kena bë. A kishte sfida ky vit dhe si i ke superuar? Vitet kanë njëri mas tjetrit sfidat e tyne. Unë them sfida më e madhe e njeriu që mund t'i ndodhin është kur ka të bëjë me shnajtin, edhe them falënderit Zot nuk kam pas një sfidë tillë. Në momentin kur nuk ke këtë sfidë, të tjerat janë gjëra që ti mundesh me i zgjill, mundesh me i kalu, ndonjëherë edhe dështon, thash edhe një herë gjaja, ndonjëherë edhe bie, rëndësi ka mu ngrit më pas, kështu që kam filluar të i marr me shumë sportivitet tan sfidat e tjera që përjashtojnë pjesën e shnajtit tem ose të familjarëve të mi. Kështu që në momentin kur këto i kam kalu, sepse unë përmenda më përpara fejesën e djalit tem, por derisa të shkosh te ajo dita që ti do bësh janë shumë përgatitje gjëra që ne i dim, që në momentin e fundit edhe aty më shtan bon ke bën një super fejesë, është bën një shumë e madhe, që në fakt them nuk e di se si e kam pas shumë kohë dhe për veten për t'i bërë rrodhën ashtu, po nuk bëhen vetë, po nuk e di, thash, ndoshta
është të marrë një lëjmë, them ka herë është dikush nga lart që m'jep gjithçka për t'i bërë çdo gjë pa pas sfida shumë të mëdha. Po e them prapë për vetë dhe për gjithkën, në momentin kur nuk ke sfida shëndetësore për të kaluar, të tjerat janë të tana të kalueshme. Si je si vjeher? Nuk mund të them shumë e mirë, duhet të kem risën të shita, unë i them vajza gjithmonë edhe do të kem vajzën këtu që ta pyesni atë. Por në momentin që kena gjetë gjithçka të përbashkën, që kur takohemi edhe dhuratat që ajo më bën diçka, thu veti kam thënë unë ma blej ose diçka që jam marrun, thot mam ti mi din tanë të gjanat si i du, them është karakteri jem, është një vajzë shumë e fortë, është një vajzë shumë punëtore, është një vajzë që ja del vetë një jetë, është një vajzë që nuk lejon në asnjë lloj mënyre ta shkelësh ose t'ja thush mund të debatosh gjithë ditën me të kur nuk i pëlqen gjaja, nuk bëhet palë me ty. Edhe i them është fiksion, kështu se them se do jena mirë deri në fund. Më vjen mirë, jam vërtet jashtëzakonisht shumë e lumtur për këtë fakt, sepse një marrëdhënie e mirë mes ju dyjave do të thotë për një familje të lumtur. Edhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Nëse duam t'i vëm vitit 2025 një emër, si do ta quanim, si do ta emërtonim? Nuk e di me një fjalë të ashtu, por e thash e morëm të kjo pjesa, e thash të shenjut familje, them zemra plot. Zemra plot, ka qenë vërtet një vit që më ka mush plot. A ka pas miq të rinj gjatë këtij viti? Ne na takohen në aktivitete edhe gjithmonë bëjmë miq të ri, por do arrish në një kohë kur fillon e selekton edhe ata që i ke pas edhe vjen duket se ke aq pak miq. Nuk jam natyrë që bëj miq zemre shumë shpejt, i kam shumë të pakta të që unë vërtet i kam për zemrë dhe që mund ndaj gjanat e mia me ta. Patjetër në aktivitete thash njeh njerëz, miqësohesh me ta, ndoshta jo deri në atë pikë sa ti të hapësh zemrën me njerëz në këtë kohë. Them do të jetë vështirë jo vetëm për mua, për atë që jam të 50, atë që të brezit ton, që kena filluar të i forcuar të miqësitë e dikurshme. Unë e kam përdor një ditë në një diçka që shkrova. Janë disa miq që kanë kaluar 10 vite që janë miq të ngushtë edhe jam plot me të. Në momentin kur ti ke njerëz që mundesh me ndalën këto aktivitete, janë miq që na lidh letrat, janë miq që na lidhin, do të thënë na lidhin shumë gjëra bashkë dhe jena edhe në aktivitete bashkë, nuk lën kohë me kriju miqësi të reja. Do të them jo, nuk në këtë vit nuk e di të veçoj. Ndoshta vitin e kaluam sepse nuk e kam një mikesh, unë e kam bërë vetëm për një viti, por që ndajmë shumë gjëra, ajo kishte kaluar një fatkeqësi të madhe, unë ndodha në momentin e duhur pranë saj. Ndoshta për ta suportuar, ndoshta për ta nxjerrë prej ton asaj gjendje që ajo ishte. Fati jam që jam në gjën, thotë edhe kur më vërtet thotë nuk e di, nuk më dukesh se je të bërtit. Është bona që është në Angli, nuk e di nëse na di që domethënë natën e vitit të ri do ke mundsi nesër ta takoj se sot jo se jo. Por është ndër mikeshat e reja që unë them do e kemi mikesh gjatë për tonë natyrën që ajo ka për tonë fisnikrin. Në fillim e kam njohur unë për t'i dhënë forcë, po kam mësuar shumë prej saj, sa që kur e kam njohur problemet e mia nuk i kam pas më probleme. Bon ti je një person shumë mbështetës, shumë suportues në gjithçka. Kush të mbështet ty? Kush të suporton ty në ide, por ndonjëherë edhe në ditë me shi, edhe në ditë me diell, se kanë rëndësi këta persona? Sigurisht, unë e bëj zgjimin çdo ditë në orën 6:30 me mesazhet e fëmijëve të mi. Është një ritual i përditshëm, i përhershëm, nuk ndodh në momentin që nuk shkruajnë, ti do bësh merak në orën 7 se çka ka ndodhur, në momentin kur nisen për punë, ata do shkruajnë çdo mëngjes mama fjete, për ditë duke qenë edhe vetëm për ditë se si jam. Është suporti më i madh nëse ata janë mirë dhe nisi ditën me ta, dita ime do jetë patjetër e mirë, dhe nëse unë më sheh keq e di që atë ditë nuk kam fol me fëmijët sepse ose kanë qenë në punë diku larg ose diçka. Patjetër që kena miq që mbyllim edhe darkën me ta dhe ditën që në çdo moment edhe për gjërat që ne bëjmë i ndajmë me ta, patjetër që po. Ja nis edhe i sheh, kam tim vëlla që du me e përshëndet Liridonin që nëse kam diçka unë do t'ja nis Donit, qoftë shkrimi jemi, qoftë ide, Doni si e mendon këtë gjë, ndërsa për ta në realizimin e këtyre aktiviteteve të paktën të 2-3 vite që jena tu bë aktivitete, do përshëndesja sonte Altinën. E përshëndesim fort. Që ka qenë ideatore, është ideatore jashtëzakonshme, ka një vullnet jashtëzakonshëm, ndoshta ajo ma ka lënë, edhe të shenë shumë e re.
ma ka lënë tanë gjana që e mundet me ba dhe them falënder Zotit që e kam njohë, sepse në momentin kur vetëm shihemi me sy, e dim se këtë gjë do të bëjmë, edhe po e nisëm ajo gjë do bëhet. Kështu që ndoshta janë njerëzit kryesor, patjetër janë prindërit kur ti i ke që mundesh me fol diçka, por edhe për të mos i ranu nuk i ndajmë gjithmonë gjithë gjanat me ta. Po këtë do them që janë njerëzit ma të afërt që unë mundem me i përshëndet ndoshta sonte. Është edhe një mikesh, duke qenë se do të jetë është Aleksandra Pasko që na ndryshojnë moshat, edhe Sandra e thot kur njerëzit e pyesin si jeni ju dy mikesha për ndryshimin e moshës që ne kemi, është pjesa që thot bona rritet bëhet më e madhe kur rri me mua dhe unë bëhem më vogël dhe kuptona shumë mirë. Ndoshta mungesa një vajzë asaj e ka bë me shikuar si vajzë dhe jam munduar sa kam mujt me gjetë një ditë. Ndoshta në 2 javë që mundem me ashtu se të është dita Sandrës për dalë për ta kaluar me ta në Shkodër. Kështu që janë njerëz, është aq bukur kur ke njerëz me shpirt bukur rreth teje që gjan që ti ja nis për ta pasë mendimin që ja u kërkon ta japin si një nan, domethënë vllai njerëzit më të dashur tut. Një mendim të sinqertë, për këtë kemi vërtet nevojë. Çfarë lëm pas në këtë vit? Ka pasur edhe gjëra të këqija ky vit, qoftë në rrafshin social, qoftë në rrafshin politik, çfarë do doje ditë lije pas? Ndoshta nuk do ishin personale, do doja të lija pas gjithë humjet e njerëzve që sot nuk i shohim më. Unë jam natyrë që jetoj ditën, nuk jam natyrë që e mendoj përgjatë që në momentin që ti ke pas një fatkeqësi, një njerëz që të ka ikë shpejt, ti nuk e mendon më gjatë. Unë vitin që kaloi e kam filluar janarin me humjen e Nans tim shoqi, që ka qenë ndër njerëzit më të dashur të mit, ne i kena shtëpiat këtu afër se tani që erdh, edhe unë kam dalë sa herë kur jam ngritur në gjest në kohën e pandemisë, që gjeja diçka të varur te dera, sa ja vinte pas bardhë vinte për të mos u taku bashk, por që më linte diçka, ndoshta edhe këto që janë qendrët e bame sot në shtëpi janë të bame prej Nans. Ka një mungesë shumë të madhe sepse ishim mësuar e pa oborrit. Them një vit që doja me harru, ndoshta për hir të saj mas shumti, për hir të humjes saj, edhe për hir të tan humjes njerëzve e fatkeqësive që kanë ndodhur në këtë vend, që fatkeqësisht janë ditë pas dite edhe doja me shpirt që të kena një vit më të qetë. Vetëm për këtë personale nuk kam pas një diçka të keqe që unë du me elan pas. Jo, kjo është gjë e mirë. E ke bërë ndonjë listë me synime apo qëllime për 2026-ën? Besoj se unë kam një poprestim birë që ka 3 vite pa marrë i anglisë që unë nuk kam pas mundësi me përshafu. Uroj që viti i ri të më nis me te, sepse ka pak kohë që më thot ma merë dhe sot ma merë dhe nesër, edhe ardhja ti besoj do më bëj që ta kem gjithë vitin të marrë më pas. Sigurisht do ketë ngjarje që mundën me ndodhë në momentet që nuk janë të parashikume, por që kena me aktivitetet kulturore do vazhdojmë prap vitin që vjen, po fillojmë prap përgatitemi me dasmën e Skënderbeut, besoj se do kemi një tur në shkurt që do vazhdojmë përsëri sepse kishim një kohë shkputje. U bë legjendare kjo ngjarje, e bukur fort. Nuk e di, ideja që sollën ishte prap fati jam që më zgjodhen mu për të marrë me te, e që u përfshiva në atë ngjarje që na bani jo vetëm me udhëtu edhe me pa vendet ndryshme me te, por edhe me kuptu se vërtet e dona fort si figurë në çdo gjë, leshe duhet ta duam, por nuk e ditëm se do të ketë tanë këte kur e nisëm në fillim. Gjithë të impakt, fatmirësisht pat impakt mirë edhe besoj se do vazhdoj të ketë impakt tillë në vendet që ne kena me të pashku, ndoshta për hir të shumë gjanave, por kryesisht duhet marrim ndihmë për lëvizjen e trupës dhe të aktorëve për të lëvizë. Besoj se vitin që vjen do jena me projekte të reja, me gjana të reja. E janë piketuar shtetet të paktën ku do të udhtoj dasma Skënderbeut apo ende? Besoj se do nisi me Zvicrën. Me shqiptarët e Zvicrës, duke qenë se ata kanë bërë kemi shumë shqiptar. Shumë shqiptar. E besoj se do jetë vendi i parë ku ne do shkojmë, pastaj do shohim me tutje se ku do jetë turi. Jam shumë e lumtur për ju të gjithë si staf sepse keni bërë një punë të mrekullueshme me dasmën e Skënderbeut. Vërtet u bë legjendare siç edhe emri i të cilës ajo mban, edhe ju uroj vërtet shumë suksese. Bëni jemi në kohë dhuratash. Çfarë do doje të dhuroni njerëzit? Ose cilat janë ato dhurata që i pret me shumë dëshirë?
Unë kam fillu që të shitua shumë me fëmijët, se duke qenë se ditëlinja ime është 10 dhjetor për herë me festat, krishtlindjet vinë më pas, jam mësuar të marr dhuratat me datë 17 dhe ka qenë diçka për të qeshur, sepse fëmijët e mi bën një dhuratë goxha të madhe për të ma festu ditëlinjën, thot mam ta kena bë vjet ju, I thash kam si vjet 50 vjetorin. Thot ne kena kujtu se e kishe vjet edhe zakonisht gëzohen me dhuratat e vogla, por që bëhen kam atë Nën Terezës, në gjana të vogla me dashuri të madhe. Më ka nisë që tash me dhuratat sepse ishte e para, ndoshta kjo gjë që është e vume këtu është e sjell nga nusja që I konsoj di. Në momentin kur njerëzit udhtojnë edhe marrin diçka ti për ta sjell ty, do thotë që I kujtu në atë moment për të prur diçka dhe është dhurata më e mirë që mundet me të bëj gjithë. O e thash edhe herë, ndoshta të prit ardhjen e djalit, jam të prit dhuratën më të madhe që mundet me qenë, për vitri do kem edhe djalin tjetër që do vinë, kështu që kam pas mungesa në njerëz edhe dhuratat më të mira për mua janë njerëzit që vinë gjithmonë. Kështu që nuk jam pjesë e dhuratave materiale asnjëherë. Nëse do shohësh pothuajse shumica e xhanave në shtëpitë me janë dhuratat sjellve për njerëz, janë dhurata të vogla, por që tana mbartin një diçka nëse do I marr secilën dorë, ka secila historinë e vet, nuk janë diçka që un kam shku I kam ble për të qenë diçka e shtrenjtë, por janë gjana tana me histori. Të falenderoj pafund për gjithë të intervistë kaq të bukur, për këtë mikpritje kaq të ngrohtë që na dhurove. E mbyllim me një urim për të gjithë miqtë e Tatokim. Ndoshta është urimi jo I njëjti, por urimi që e nisa dhe pare për të thënë diçka. E dim se jeta nuk është e lehtë për asnjëri. E dim se secili prej nesh do ketë sfida në çdo vit pas viti, nëse e thash edhe herë, nëse kemi mirë familjarët tanë, kemi tanë të mirat. Fatkeqësisht ka njerëz që këtë nuk e dinë, ndoshta ka njerëz që ndihen bosh në veten e tyre për shumë gjana. Në momentin bërshllekun më të madh ta lanë njerëzit edhe urojnë mos ta provojnë, ata që nuk e kanë provuar mos ta provojnë kurrë, ata që e kanë provuar e dinë shumë mirë. Jeta nuk është asnjëherë fush me lule. Do jetë gjithkohë, do të ketë terrin, do të ketë bardhat, uroj të shohin në atë errësirën të gjejnë një diçka që të kapen pas saj për të ecë përpara, në atë fushën me lule të ta shohin me ngjyra, mos ta shohin asnjëherë bardhëzi, sepse jeta është ashtu sikur ta shohësh. Do të vinë çdo vit, do ketë të mirat e të këqijat e saj, mundon të kapin I mas të mirave, sepse besoj se do vinë mirë. Unë e kam gjithmonë këtë flas, edhe jam një njerëz që nuk ankohem kurrë, jam një njerëz që ju kënaqem edhe gjërat të vogla dhe them fatmirësisht më ka ardhur jeta e tillë. Të falenderoj pafund, të uroj një vit sa më të mbushur me suksese, me kujtime të bukura, me aktivitete ashtu siç veç ti din ti organizosh, edhe me sa më shumë intervista bashkë. Unë kënaqem kur jam në intervistë me ty. Noel, faleminderit, ju uroj gëzuar edhe ju, të keni një vit të mbar, e di se keni mbyll këtë vit me shumë lodhje, me shumë sepse aktivitetet janë të shumta, por uroj që viti që vjen t'ju sjell vetëm gjëra të mira, sepse edhe këto aktivitete, pavarësisht se ju lodheni jeni gjithkohën, është puna juaj dhe unë e di që ju e bëni me shumë kënaqësi, nuk e bëni nuk është thjesht profesion, është pasion që jeni gazetar dhe ju bëni shumë mirë. Faleminderit. Një zonjë një grua vërtet tepër e mirë, tepër e talentuar. Bona shumë e dashur, ka një shpirt shumë të pasur dhe është grua me finesë. Absolutisht po. Le që na dha dhe gjitha ato gjëra me vete, pastaj fruta nga Baçja, sa të mira ishin. Ty ta pas kanë bërë si kur shkova unë te Agroturizëm Mirela. Po. A kupton, jemi jeke njëta zonë në rregull. Janë mikpritës fajtisht, janë shumë mikpritës edhe I vlerësoj shumë ata banor. Mirë, ne do të kalojmë te një kartolinë tjetër, duke qenë se jemi në datën 30, një ditë para vitit të ri. Ju e dini që kopshet kanë pasur shumë angazhime, fëmijët kanë realizuar festa. Edhe një kartolinë të bukur e kemi bërë te kopshi publik Ton Alimhilli në qytetin e Shkodrës, në lagjen Skënderbek. Unë përshëndes gjithë stafin e mësueseve, guzhinjerëve, po çka guzhinjerësh fantastike ka. Kur shkon në mëngjes, po drit guzhina atyre, sa futesh në kopshin Ton Alimhilli dhe ti shikon guzhinën e hapur. Shkëlqejnë ato enët e kuzhinës dhe pastaj shikon 3-4 kuzhinjere që gatuajnë në prezencën e çdo kalimtari që kalon aty për të çuar fëmijët. Një kënaqësi e papara, aroma mirë gatimeve, po, gatuajnë shumë mirë. Dhe jemi tek grupi Pinoku, por do të sjellni një kartolinë shumë të bukur të fëmijëve në kopshin Ton Alimhilli. Saya
Gjupi flak të kuq, me pellushi bora, në krye kapuq, dora shkat e dora, mjekrën qisht të lung, mostaqet e gjata, në shpinë që një gung, një thes me lorata, si e gaz dhe hare, shtepi me shtepi, sa i bukur që je, ti o vitiri. Ti vjetër po na shkan, e kujtoj në nostalgji, bëhemi gati për të pritur me gëzim vitin e ri. Një vit tjetër ne e presim prap të derës tash ka ardhur, çdo fëmijë dhe e rritur oro
pitona ka festa, bredhat bushur me stoli, dekorohet gjitha vendet për të festuar vitin e ri. Jana erdhi viti i ri, shkon qembrelli me stoli, plot me lutra i ngarkuar, tëra i flakëruar, laknuma e gjira, të hubace ka shtefra, do të peme si me bledhe me kazale për ta hedhur. Flak të kuq, me pellush si bora, ne krye kapuq, dora shkat e dora, mjekën si shëllum, mostaqet e gjata, si shkrizi e gull, një test me urata, si e gaze are, shëpive shëpi, sa e bukur që je, ti o viti ri.
sa bukur ata fëmijët janë të vegjël këndshëm. aty, sa të këndshëm. Po nuk janë fëmijët e vetëm që do përcejmë gjatë kësaj nate. Por ju prisni aty, qëndroni, sa është vërtet shumë interesante pjesa tjetër. Tani, ajo çka kemi bërë, kemi bashkëpunuar, kemi kërkuar për bashkëpunëtor, e këtu falenderoj Shpar Shkodër që është treguar vërtet shumë bashkëpunues me ne, dhe me njerë sa po unë ju thash idenë time, ata ishin të gatshëm për të realizuar këtë. Kemi dërguar disa kutia në formën një dhurate tek disa familje në qytetin e Shkodrës, edhe më gjërë kemi shkuar deri në Bërdic për të dërguar këto kutia, për të lumturuar njerëzit në këtë fundvit, por mbi të gjitha për të lumturuar edhe fëmijët. Të tokim sot ka një bashkëpunëtor të ri, Shpar Shkodra. Ju falenderojmë jashtëzakonisht shumë për bashkëpunimin që keni bërë me ne për këta dhuratat mrekullueshme që do të gëzojnë pafund disa familje shkodrane. Kënaqësia është e jona, ju urojmë gëzuar festat. Faleminderit, gëzuar edhe ju. Faleminderit juve. Ta tokim, bashkë me Shpar ju uron gëzuar festat. Faleminderit edhe ju gëzuar festat, një vit i marë inshallah në bashkësi familje tuaja. Faleminderit. Si jeni? Mirë. Si e ke emrin? Eva. Si e ke emrin? Armando. Tani, ta tokim, bashkë me Shpar, bashkë me TV1 Channel ju urojnë gëzuar festat. Gëzuar festat. Diçka për ty, diçka për ty, edhe diçka për ty. Faleminderit. Çfarë urojmë? Gëzuar Krishtlindjen. Edhe vitin e ri. Edhe vitin e ri. Po ti çfarë uron? Vitin e ri. Faleminderit shumë, gëzuar festat. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Ta tokim, TV1 Channel dhe Shpar ju uron gëzuar festat. Faleminderit edhe urime gjithë shqiptarëve kudo që të jenë. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar. Mirëmbrëma, mirë se të gjetëm. Ta tokim, TV1 Channel dhe Shpar ju uron gëzuar festat. Për shumë vjet festat e me zemër të mire, faleminderit për jush e për rritë të tëndve. Gëzuar për shumë vjet. Për shumë vjet. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Ta tokim, TV1 Channel dhe Shpar ju uron gëzuar festat. Gëzuar gjithashtu, gëzuar gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Një përshëndetje veçantë për përsëritë. Faleminderit, gëzuar. Faleminderit, gëzuar edhe ju. Si jeni? Mirë. Si keni emrat? Ludiam. Lian. Arsilda. Unë kam marrë vesh se jeni fëmijë shumë të mirë. Prandaj, ta tokim, TV1 Channel dhe Shpar duan që t'ju urojnë gëzuar festat. Diçka të vogël, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Çfarë urojmë për të gjithë fëmijët? Një vite të mbar. Sa më shumë dorata? Aq më shumë. Sa më shumë nota të mira? Shumë. Bravo. Çfarë urojmë për vitin e ri? Për dhurata. Për me e gëzuar vitin e ri dhe lumturi. Bravo. Hajde ti i vogli këtu tek unë. Hajde. Çfarë urojmë për vitin e ri? Gëzuar. Gëzuar. A do bëj fëmijë mirë ti? Po. A do mëso shumë? Po. Bravo. Gëzuar e për shumë vjet. Gëzuar e përshëmot festat e fundvitit. Shumë faleminderit. Ju rujt zote. Po sa kalamajt bukur kemi këtu, hajde më thoni emrat njerë. Si kemi? Si ke emrin? Si do të thënë? Si ke emrin? Leste. Hajde, na shofim kamerën, na shofim kamerën. Si ke emrin? Matia. Madia, po ti si ke emrin? Leon. Gëzuar e përshëmot festat e fundvitit. Po që ngeni shumë bukur ma. Ha, sa fëmijë të mirë.
Është gjë e bukur kur tregohet humanizmi në ditë të tilla dhe shpresoj që ky model në gjatë datës 31 ose edhe në ditën vijim, sepse jo detyrimisht ja është e lidhur me një datë, tregojmë më human ndaj familjeve në nevojë. Do të ishte më mirë, do të ishte më mirë. Në fakt do të ishim një qytet më i lumtur se sa që jemi. Okej. Mirë, ne do të kalojmë në një kartolinë të bukur të realizuar në Malësi të Madhe afër qytetit Kopliku, pra qendrës së kësaj bashkie. Është realizuar një aktivitet shumë i bukur, trashëgimia brez pas brezi. Sa interesant si emër. Me bashkëpunimin e shkollave të Bashkisë së Malësi e Madhe dhe me mbështetjen e Bashkisë së Malësi e Madhe, por kuptohet organizator kryesor ka The Door në Shkodër, tepër të njohur me president ose drejtues së saj, zotin Kasriot Faci. Po që mori ato për masa, unë nuk do ta kisha imagjinuar asnjëherë që kaq i bukur mund të bëjë realizime të tilla nga shkollat, sepse mendojmë se vetëm ansamblet e mirëfillt ta realizojnë shfaqje të tilla. Një shfaqje ideuar në çdo detaj jashtëzakonisht bukur. Ne do të kemi mundësi në transmetimet e mëvonshme pas këtij emisioni të japim një përmbledhje më të plotë të shfaqjes, por kemi përzgjedhur nga ky aktivitet urimet e tyre për të formuar një kartolinë të bukur të personaliteteve të mësuesve, të atyre njerëzve të thjeshtë që ishin prezent gjatë kësaj shfaqje. Ndjekim. Trashëgim brez pas brezi, kështu u titullua aktiviteti mbajtur pak ditë më parë në Bashkinë Malësi e Madhe, që u karakterizua nga paraqitja vlerave jashtëzakonisht të bukura të traditave shqiptare, shoqëruar me një entuziazëm të nxënësve artistë, të cilët realizuan një program të mrekullueshëm artistik. Ky projekt erdhi si një bashkëpunim ndër vite tashmë, që ne po bëjmë me Bashkinë Malësi e Madhe, konkretisht me zotin Tonin Marinaj, i cili me shumë dashamirësi na ka thirrur në një bisedë, na ka thënë idenë rreth asaj çfarë ata dëshiroshin të bashkin. Sigurisht kjo vite mas një bashkëpunimi që ne kishim me Lojra Popullore Fest me 2 edicione, dhe për këtë planifikuam së bashku pikërisht këtë aktivitet që ne realizojmë sot. Qëllimi i projektit të ruhet, të ringjallet dhe të përcillet tek brezat e rinj, trashëgimia kulturore e Malësisë së Madhe përmes ngritjes së një ansambli rinor me pjesëmarrës të ardhur nga shkolla të ndryshme të zonës. Ne jemi përpjekur që të sjellim disa nga vlerat tona, të tredhëson, por njëkohësisht të kalojmë edhe përtej kufive. Ne filluam me këngën e hershme shekullore, këngë Maje Krahu, të gërshetuar me fjalën, të gërshetuar me vallen, dhe u përpoqëm që të vinë në pikën e fundit, ku të kemi një bashkim kulturash, traditash, edhe pse është e njëjtë, por flas bashkim për treva që janë jashtë kufive. Ne vërtet kemi kufi shtetëror, por jo kufi kulturor. Kështu që u përpoqëm që të jemi gjithë përfshirës në gjithë aktivitetin tonë. Me thonë drejten, ne punojmë çdo ditë me këta fëmijë, janë vërtet fëmijë të mrekullueshëm, kemi talente të jashtëzakonshme, e sidomos në kërcim, edhe talente në këngë, por puna është e jashtëzakonshme, e vështirë, por e bukur. Projekti synon të krijojë një hapësirë social-kulturore funksionale që gjallëron lidhjen midis arsimit dhe trashëgimisë kulturore lokale, duke bërë atë pjesë të jetës së përditshme të komunitetit. Është një nevojë shumë e madhe që brezi i ri të kultivojnë pikërisht folklorin, të kultivojnë traditën, detyrë e jona, ne të rritënve që t'ja kalojmë dhe t'ja krijojmë mundësinë pikërisht fëmijëve, të rive, kësaj zone e cila është shumë e pasur me folklor, sepse siç e thanë edhe parafolësit, ajo ka lautën, ka xhubletën, ka trashumancin, ka 3 thesare të shtreta, të cilat i ka pasuria jonë kombëtare, trashëgimia jonë kulturore. Janë pjesë e UNESCO-s, edhe kjo tregon edhe vetë shkallën e nivelin e lartë të traditave të vlerave tona kombëtare. Ne identifikohemi si shkollë me vallën e logut, sepse fëmijët kanë qysh të vegjël, siç e pata edhe më përpara, ishin më të vegjël që performuan në vallën e logut. Dhe kjo shkon si traditë, si trashëgimi. Aty tek grupi folklorik i joni, grupi i shkollës, kemi mesën e Biçbuçit për shembull. E kemi në gen, e kemi në gjak, e kemi të trashëguar gjithë këtë talent dhe këtë dëshirë për të marrë pjesë sidomos në vallet tradicionale shqiptare dhe në këngë.
Një dëshirë dhe përgatitje serioze e fëmijëve vurej që në interpretimet e para dhe mëtej shfaqja ruajti ritmin e saj deri në momentet e fundit. Kjo shfaqje kishte një rëndësi shumë të madhe, sepse këtu zbuluan talente të reja, cilat mendoj se do të jenë primare për aktivitetet kulturore artistike dhe për trashëgimimin kulturore etnografike të Malësisë Madhe. Besoj se edhe Bashkia Malësie Madhe do të ketë një mbështetje edhe më shumë se sa ka pas përpara, sepse ka rëndësi të madhe se në Malësitë Madhe të krijohet një ansambël folklorik, sepse i ka gjitha potencialet. Në prag të Krishtlindjes dhe vitit të ri 2026, ka momente që na kujtojnë se forca jo më e madhe është bashkimi, e ku ka më bukur se të shohësh këta fëmijë dhe të rinj të bashkohen, dhe falë dhe ndihmesës së mësueseve të tyre, ta shfaqin dukshëm dashurinë për traditat e të parëve. Dua të falenderoj gjithë shkollat, sepse ne pikërisht dolëm aty tek baza, ku janë edhe fëmijët, ku janë edhe të rinjt, tek shkollat, sepse kishim identifikuar tashmë disa nga partnerët e mundshëm, të cilët ishin shumë të dedikuar, punojnë çdo ditë me nxënësit, por kanë pikërisht nevojë që ti krijohet pak më shumë hapësim, pak më shumë mbështetje, që ato të japin pastaj vlerat e tyre. Tani puna ka qenë paksa e lodhshme, sepse mungojnë mjediset e duhura për të bërë provat, si çdo punë, por në dëshirën e mirë të fëmijëve, duke ju bashkangjitur edhe imja, u përpoqim që të sjellin më të mirën tonë. Më 18 dhjetor 2025 në restorant Konaku në qytetin e Koplikut, festa jo vetëm simbolikisht tregoi fundin e një viti, por vazhdimsinë e asaj që jemi, kulturën, traditën dhe shpirtin ton komunitar. Organizata The Door Albania në bashkëpunim me Qendrën Social-Kulturore Artin e Dua dhe me mbështetjen bujare të Bashkisë Malësie Madhe, solli aktivitetin festiv Brez pas Brezi, një ngjarje ku fëmijët, të rinjt dhe të rriturit takohen për të ndarë këngë, valle, histori dhe emocione që nuk plaken kurrë. Aktivitetet e fundit që ka organizuar Bashkia Malësisë Madhe me bashkëpunim me organizatat e ndryshme mërna territorit, por edhe mërna qarkut të Shkodrës, jam i bindur që pikërisht tu e kanë edhe esencën e këtij edhe qëllimin e këtyre aktiviteteve, që në të ardhmen kemi shpetit një ansambël të cilët pasqyrojnë etnokulturën e Malësisë Madhe, folklorin, dhe ashtë më atë për vlerat që vërtet i ka dhe do të ketë Bashkia Malësisë Madhe dhe Malësia Madhe si trev në gjithë hapësirën e saj. Tani fjala ansambël është një fjalë shumë e madhe, me thënë të drejtën, por ne u përpoqëm t'ja fillojmë, ta hellim hapin e parë, në hapat vegjël, urojmë që të na bashkangjiten, urojmë që të kemi mbështetje, edhe motiv natyrisht, jo se na mungon, por të motivohemi për sa i përket bazës materiale, si të veshjes, instrumenteve që sot filluan pak e nga pak, sepse elementin ne e kemi vërtet një instrumentiste që është pak, por të paktën ka dhe të tjerë që e kanë shprehur dëshirën për ta mësuar instrumentin e çiftelisë, mbas edhe të lahutës tani që është bërë shumë e rëndësishme me pranimin e saj në UNESCO. Projekti synoi të ngrinte një ansambël rinor kulturor, me të paktën 14 pjesëmarrës të ardhur nga shkollat e ndryshme të zonës. Ky grup ndoqi një program 10-12 javor në udhëheqjen e mësuesve të folklorit dhe një instruktori të specializuar për instrumentet popullore. Në këtë hapësirë, një djalë që deri dje dëgjonte me kureshtje këngët e gjyshit të tij, do të ketë mundësinë që të marrë lahutën në dorë për herë të parë. Një vajzë që i ka parë shpesh vallet e grave në festa familjare, do të mësoj të hedhë vetë hapa duke ndjerë muzikën dhe ritmin si pjesë të saj. Kështu, trashëgimia nuk do të mbetet vetëm kujtim, por do të kthehet në përjetim të drejtpërdrejtë të gjallë. Shumica e projekteve kulturore në zonë janë të përqendruara në ngjarje të vetme, festime, koncerte, konkurse. Ky projekt është ndryshe sepse kombinon procesin mësimor, përgatitjen e vazhdueshme, krijimin e klubeve shkollore dhe finalizimin me ngjarje të mëdha publike. Gjithë bashkut të tregojmë që ne kemi breza të cilët e duan etnokulturën dhe folklorin dhe në të ardhmen të krijojmë duke përzgjedhur personat e duhur të cilët vërtet e duan me shpirt dhe zemër etnokulturën dhe folklorin e Malësisë së Madhe, po në tërësi atë shqiptare, që në të ardhmen kemi një ansambël të denjë
me të rinj dhe të reja, se jo edhe të ndërthurë, si që edhe thot, aty të ndërthurë ndër breza, në mënyrë që i vërtet Malësia Madhe të japë atë çka vërtet e ka patur dhe ta transmetojmë siç duhet edhe nëpërmjet folklorit dhe të kulturës në tërësi. Tradita që përcillet dhe kjo ka për të vazhduar në shekuj, nëse dim t'ua trashëgojmë atë brezave. Ato janë vlera që ruhen dhe është bukur kur brezat rriten së bashku. Ky event është një ftesë e hapur për të festuar identitetin ton kombëtar dhe për t'ia kaluar ato brezave që vijnë me dashuri dhe krenari. Falënderimi veçantë për pjesëmarrjen dhe angazhimin e shkollës 9-vjeçare Vasil Shanto Vrak, si dhe Prek Gjoni Bajs, gjithashtu edhe gjimnazit Sherif Hoxha Koplik. Le ta festojmë së bashku këtë fund vit, brez pas brezit, sepse tradita jeton vetëm kur mbahet e trashëgohet. Më lejoni që me qena në fund të vitit, uroj gjithë këta fëmijë, t'i falenderoj ata, t'i uroj edukatorët e tyre, atë cilët kanë punuar shumë me profesion, t'i uroj gëzuar festën e Krishtlindjes dhe të vitit të ri. Le të jetë viti i ardhshëm 2026, një vit më i mirë ku të rit të afrohen më shumë drejt kulturës, të përfshihen sa më shumë në aktivitete të tilla, sepse edhe cilësia e jetës tyre, por edhe cilësia e jetës komunitetit është më e mirë. Një vit sa më të mbar, dash Zoti, sa më shumë shqiptarë kthehen në vendin e vet edhe sa më pak e lanë Shqipërinë, sepse vendi jonë është një vend i mrekullueshëm, ka gjithçka që dikush mundet me pas, thjesht na nevojitet një mbështetje e vogël prej qeverisë, prej shtetit për me kthy sa më shumë njerëz, sepse ajo që na dhem më shumë Malësi të Madhe është braktisja çdo ditë e të ri dhe të rejave. Kështu që urimi jam më i madh për këtë vit është sa më shumë shqiptarë në Shqipëri dhe gëzuar për shumë vjet ditë sa më i madh. Përveç se gëzime, shëndet, mendoj që janë dy gjërat më të mira, harmoni me njëri tjetrin, të durueshëm me njëri tjetrën dhe gëzuar gjithve, gëzuar kudo që janë. Urojmë gjithë shqiptarët vitin e ri, gjithë shqiptarët kudo janë në gjithë botën, urojmë festat, gëzuar vitin e ri dhe njëkohësisht edhe një urim i veçantë për gjithë shqiptarët për lahutën që u pranu trashëgimi e kulturës botërore në UNESCO. Urime gjithë shqiptarëve. Për gjithë banorët e Malësisë Madhe, të gjithë trevës Malësisë Madhe, kudo që janë, merrna trevës Malësisë Madhe edhe në hapësirët e botërore, por edhe shqiptarët kudo që ndodhen, merrna troje shqiptarë edhe gjithë hapësirët botërore, i uroj gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri 2026. Një aktivitet vërtet shumë i bukur edhe shumë interesant. Diçka tjetër shumë bukur kemi në këtë momente. Kemi përgjedhur në mënyrë krejt e rastësore dhe me dëshirën e madhe të prindërve për t'i bërë pjesë të emisionit të kemi disa fëmijë të cilët urojnë, recitojnë, këndojnë, por edhe thjesht urojnë festat e fundvitit. Jaja Ali, vi tillhör Jaja, vi kultur, Moni, ta för mig, tackar svår, bara på mitt på dig. Så allmäle, vi tillhör dött, med dig. Lupe flakta kuq me petur si bora, një krye një kapuq,
të dhunë, mustaqet të gjata, në shpi si një gumë, një të shplo me dhurata, se ka zahare, shtëpi në shtëpi, sa i mirë që jeti o viteri. Ju uroj gëzuar vitin e ri 2026. Uroj që ky vit t'ju sjellë shëndet, lumturi, harmoni dhe plot momente të bukura për të gjithë ju. Me dashuri nga Famela, ju dua. Viti ri o viti ri, sa më i bërë që erdhin në Shqipëri, për ti shumë femi gëzojnë, a Shqipër të këni gjithmonë. Kam përshtypjen që ky është emision që kemi lëvizur më shumë dhe Kartolina që nuk kanë mbetur vetëm në Shkodër, por ishim në Mjet, ishim në Malësi të Madhe deri në Koplik, po edhe më larg do shkojmë në njësinë administrative Kelmend. Atje do na çojë sofra e Kelmendit, është një traditë shumë e bukur. Unë do ta konsideroja ndër sofrat më origjinale, më të veçanta që organizojnë në të gjithë Shqipërinë. Për faktin se nëse sofrat e tjera krijojnë atmosferë, alegri, ftojnë këngëtarët më të njohur, kanë anën komerciale të tyre, në thelb të kësaj sofre është Jehona Kelmendi, shoqëria kulturore Jehona Kelmendit, ku ti ke një shfaqje artistike të mirëfillt, bazuar në traditat e zonës, ku shikon një grup artistik të veshur, vajzat me xhubleta dhe djemt me çakshir, që ke instrumentist që i bashkon bashkë shoqëri kulturore dhe fillimisht do doja të ndaja, pasi ne kemi disa Kartolina nga sofra e Kelmendit, të ndaja të parën me këtë shoqëri kulturore artistike. Jam habitur këtë vit sepse kisha përshtypjen që emigrimi, largimet, në kërkim të një jete më të mirë e varfërojnë grupin për një jetë më të mirë, se ndoshta se gjejnë burimin e jetesës në Kelmend, por kësaj radhe gjeta më shumë se të gjitha vitet e tjera dhe më duk një shpresë shumë e mirë për Jehonën e Kelmendit. Sa bukur. Ndjekim Kartolinën. Për të gjithë teleshikuesit nuk ka më bukur se sa kjo Kartolinë që është krijuar me të gjithë artistët, nga të rriturit deri tek më të vegjëlit. Dhe ajo që më bën përshtypje këtë vit Dila është se nëse kemi gjetur një grup të reduktuar, more pas ka më shumë. Në fund të 2025 pas ka më shumë artist. Kur mos është rroft zona e Kelmendit. Inshallah Breznia vazhdon, e rritet, e zhvillohet edhe vazhdon trashëgiminë kulturore në zonën e Kelmendit. Bravo, të qoftë që i mbledh dhe i mban të gjithë të bashkuar. Kush është më e vogla? Se duam të dim më e vogla kush është posa të vegjël. Kjo vajza këtu? Sa vjeçë je? Sot 7 vjeçe. Pastaj kemi 8, 9, jemi te zotëria atje që kanë mbetur që do na kënaqë sot me atë vallën e logut, ë? Do kërcej sot apo jo? Sot nuk e ka të. Sot ai do të bëjnë instrumentalen me fyll. Sepse i bjen fyllit në mënyrë shkëlqyeshme. A ka të tjerë artistë që të krijojmë atë përshtypjen të gjithë teleshikuesit sa jemi neve në shoqatën? E zgjedh grupi nuk ka ardha la, sepse nuk kanë ardhur disa vallëtar, nuk ka ardhur lahutari. Do vinë apo nuk kanë? Do të vinë, por nuk kanë mërnia lo, do të vinë lahutari. Jemi një orë përpara. Kemi pa patjetër, kemi prap grup. Është një numër bajagi i madh prej afër 16-17 vjeç. Okej. Të vajzat e ishme kur kemi ardhur kemi gjetur kështu si imcake tani janë plotësuar, janë bërë si ato vajzat e ishme të Kelmendit, ë? Po nuk e di tani. Mashallah nuk jo. A ke fituar ndonjëherë ti te Misi? Po ti tjetra ke fituar ndonjëherë te Misi? S'kam marrë pjesë. S'ke marrë pjesë, nuk keni konkuru. Po ti ishit. Hajde bashko, erdhi grupi, hajde. Afroni këtu. Si është emri jot? Armanda. Armanda, ku je nxënëse? E kam marrë shkollën e mesme. Po, dhe ku je aktualisht, ku banon? Tamare. Në Tamar, ti jeton në Tamar. Jetohet në Tamar, tani në dimër. Po. A bëhet 2 metra bora? Këtu jo më nalt po, por gjithsesi turizmi është i avancuar, fantastik. Dhe me që jemi te bora, unë erdha këtu dhe thash do t'je ftofta atje dhe thash mos jam veshur holl. Unë i hoqja ja shikoj me xhaket lehtë, kam marrë këtu se thonë që shtot në Tamar. Duhet marrë dhe tani. Më ka ardhur një humorist
në zonë të Kelmenit që ka bon humor të syshën në moshën 3-14 vjeqe. Dhe unë e kam shumë për qef që e kam pas rastin në këto 2 vende me eftua dhe shpumin. Oke, hajde zoti Lesh këtu. Si zot të ri, që ka vesh Leshi, ku banon mër Lesh? Tash një unë gjeshën, s'kam ne sysh se kam le, sysh 3 vjeqe dhe tash. Po, dakord, okej. Herë mirë, herë keq. Po, zot një ke vesh. Po tash do t'i fje, tash jem ba ples, do t'po vesh i fje. Zhelat do t'i se. Shumë e qakshiri veshur si zotria me herë? Po, jem, po. Mirë, të shkojnë? Apo më shumë këshu? Po, zotë me thonë drejten, vetëm defektin ton jetën njëtë e kam pas. Ku? Asgjë nuk më shkon. Pas syr s'kam lanë. Faj s'm kanë, po defekti të unë thonë. Ashtu, defekti të që. Hudra, sa hudra ke në gjep, mërë zotni? Hudrat nuk i moj se jam me tension tullët. Okej, shumë që nuk i konsumojmë fare. Sheqerin do t'a kesh pa tjetër. Unë e kam njës aktivitem që ishën klas 5 me këtë aktore. Sot jam afer 60 djetorit. Se kjo nuk e din. Qa ke bëti? Ku ke qënë ti? U bëre 60 vjeç. Qa ke bërë në sken për këtë periud? Ka unë po koves për të kaluëm. Për të kaluar. Ka marrë pjesë rrallë me pikatore. Me pikatore? Po, për asyrin atë nërshme. Ka marrë pjesën lëgbishve kur e ka organizu Dilvaçi. Ka marrë pjesën lëgbishve dhe kemë ba humor bashkë. Ja sa më rinje dhe këngëtari Besnik Pepushi, që është atmosfera që është atmosfera e dyzenit në zonën e Kelmenit. Mirë se keni arë Kozeta, faleminderit Mrs. Edila për ftesën. Kam shumë qef, dëshirë që ju shikoj të gjithë dhe bashkë, atmosferën patjetër do e krijosh me ato këngët e tua ritmike, kanë filluar të kërcen, janë për hapur, janë bërë hit të kjo zona këtu. Kur vendosen aty, kur shohim Besnikun, pjesa e Tamarës, kur ka festa, plot edhe rinia kërcen në ritme aty këngëve. Faleminderit Kozeta, po edhe unë jam shumë i kënaqur që në Kelmen po organizohen festa. Edhe tjera, evenemente tjera, por është diçka, sofra e Kelmenit e shef vetë se ne na mbledh tamam me tradit, me veshje kombëtare, qyre brazi i ri. Kjo sofra më origjinale, më e veçantë që bëhet në gjithë Shqipërinë. Ashtë e vërtet. Çfarë bën të veçantë? I numërojmë një çik vlerat e kësaj sofre një herë. Kjo ka vlera shumë, se për shembull është një diçka ena që fillojmë me lahutën, domethënë është një diçka shumë e veçantë që ka. Kemi lajmin e mirë që lahuta u pranuan. Edhe dihet që lahuta është tamam e malësisë malle, edhe është tamam e këtyre bjeshve të Kelmenit. Këto ku bëhet harta, fillon prej majit vërmoshit aty e lahuta. Edhe vjen kënej poshtë. Masanena janë gjitha këto tradita tjera, veshja kombëtare, xhubleta, dieta. Këngët tipike, entuziazmi njerëzve, humori pikant i zotërisë që rikthehet prapë në shfaqjet e sofrës. Po tani do përpisna, po çdo gjë që e lën edhe lën. Jo, mos e thuaj atë, kështu gjithë kjo energji pozitive që vjen këtu. Energjia është pozitiv zonë çfarë më bën kur ne ikini kjo dhe sa vjet dënë më mojti këtë. Tani a do i unë këse radhe pa mësu vallën e logut, si thoni ju, mos jo me xhublet. Vallën e logut se tana vallat e shqipnisit. Dila akoma me xhublet, po presit vishem. Po vallën e logut sot nuk i ki pa mësuar. Okej. Dakor? Do ta mësosh patjetër. Do bëjmë prova sot. Gëzuar një vit sa më i mbar, kështu gjithmonë e bashkuar shoqata Jehona e Kelmenit edhe sa më shumë shfaqje, jo vetëm në zonën e Kelmenit, por edhe jashtë kufive shqiptare atje ku mirëpriteni gjithmonë, sidomos edhe të vëllezërit tanë në Maltëzi apo në Kosovë. Kosovë, në Rrugovë që kemë, sot e thash edhe një herë, e kemë surprizë ardhjen e tyre në zonën e Kelmenit. E kanë bë bashkë si burrat që kanë ardhur. Bashkë si burrat me linjën e tyre, me dëshirën e tyre, me vullnetin e madh tyre mu bashku me ne. Faleminderit, gëzuar gjithëve, gëzuar. Gëzuar Kozeta, gëzuar edhe ti. Gëzuar. Tani, kartolina radhës që do të vijë nga sofra e Kelmenit është takimi që ne realizuam me 3 përfaqësues nga ansambli folklorik autokton Rrugova. Sa bukur. Ata kërcejnë bukur, nuk e di nëse i ke pa këto kërcimet e këtij ansambli ku kanë atë veshjen tipike të Rrugovës, me atë shamin e mbar që vendosin dhe improvizojnë betejën apo luftën. Është e jashtëzakonshme, shumë heroike. Dhe sa herë që zhvillon aktivitete në malësi të madhe, ky ansambël patjetër është prezent. Dhe jo vetëm për figurën koreografike që krijojnë. Vetë ansambli, vetë Rrugovasit e kanë origjinën nga Kelmenti. Dhe prandaj, ata vinë në shtëpinë e tyre, pra nuk konsiderojnë miq të lagërt kur vinë, por vinë në shtëpinë e tyre. Më vjen mirë që këto vizita janë shpeshtuar, ka bashkëpunime shumë të mira mes shoqërive kulturore dhe ja ku vjen kartolina e tyre.
përshëndes, e mirë se erdhët në vendin e origjinës tuaj. Përshëndetje juve, çdo të mirë, urojmë shëndet, urojmë gjithmonë që këto festat jenë sa më të afërta, sa më shkapshme, sa më afruese se mjaft kanë qenë ato 100 vjet ndonjës veti dhe tash kjo kohë na ka afruar, na ka bashkuar, tash disa vjet jemi bashkë. Sot jemi shumë gëzuar se zgjidhim këtë festë dhe gjithë kësaj pjesë të Kelmendit, vllazërisë tonë, urojmë çdo të mirë, edhe këto festat e fundvitit, me familje, me begati, me lumturi, me përparime, me zhvillime kësaj treve cila ka qenë historikisht e pa zhvilluar mrapa metën, prandaj ne na bojnë kënaqë gjitha këto që kanë më dhe që gjindën vendin e origjinës tonë. Këtu, nuk ka lak këtu, niksi këtu më afër. A do gut vështirë? Rrugova, a lat bora me... Jo, nuk ka borë. Nuk ka borë? Është dej, thojmë edhe na, është dej. Ka ndru rruzulli toksor. Po, ka ndryshu klima. Po pak. Se kur vjen dimri i ashpër, shkon deri në 2 metra në Rrugova, apo jo? Përpara po, tash jo, ka ndru klima, si stev. Ka ndru kushtet klimatike, nuk shkon 2 metra, po bëhet keq, po megjithatë nuk ka keq, mirë është. Tash në këtë kohë dimni ka vetën edhe më ra borë s'është kur një. A njihet atmosfera e festave, Rrugov, Pej, zona andej, te vëllezërit e motra tona? Besoj se gjithë andej ndihet edhe me kënaqësinë më të madhe që marrë të festojmë së bashkut. Këtu drejtori e din që këndu nga kur ta ktheva Kosovë shpinën, dervishoqja që ka ardhur e ka lënë borë, ka gjetë dimën, do thotë në 2 anë, tash po e gjejmë verë anej edhe knej. Do thotë në 2 anë është verë, edhe është manifestimi mirë. Masi është mundësia sot të festojmë gjithë së bashkut se e kem pas malë të festojmë festat bashkë. Ku na ofron logu verës, pëse ju edhe dimnit, kam thonë përpara... Plastinët, ju kemi prezent. Tashmë, ardhjet tuaja janë shpeshtuar, jo si dikur që bëj ftesa rrallë. A ju a kthejnë Kelmenda si vizitën, se ju keni lojra popullore të regusht? A ju a kthejnë? Po vinë, her pas here vinë, kur i kanë edhe ata kushtet, edhe jemi shumë të kënaqur kur vinë atje. Tash na po lëvizim atje herë në bog, e kemi edhe na bogën tonë atje herë në fuqisht, por si vjet ishim 2 herë, 2 herë në bogën, theth, u kemi më në Vukel po, në festën e Vuklit, po, tash po presim edhe në niksh kur të jetë si të rregullohet ajo pjesë e segmentit rrugës. Po, mirë, kjo pjesa e Selsës atje, se ma Prodelesi, Vermoshi. Zhvallet tuaja i shkojnë t'i vendje, në atës fondin e maleve dukeni mrekullisht të bukur. Një urim për të gjithë teleshikuesit se sofra do fillojë, do na lënë jashtë duket apo jo? Në na lënë, ku të na lënë, do e gjejmë vend një qort diko. Po. Joni na duhet hapësirë, gjithaj valle një herë do hapësirë, ka gjithë cirkulacion shumë madh. Ajo ana heroike e tyre. Një urim për të gjithë teleshikuesit që po ju ndjekin. Urime gjithë fisit Kelmendit, vllaznisë tonë, jemi të kënaqur që morrim pjesë urime festën e sofrës Kelmendit. Urime gjithëve, do të festojmë së bashku të kënaqur me gjithë, edhe ne në Rrugov kemi fest bashkë me Kelmendit sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kartolina radhës që do të vi, po nga sofra e Kelmendit, është një kartolinë e bukur që do të hapet fillimisht me valltarët e shoqërisë kulturore Jona Kelmendit, atë gjestin e bukur e të këndshëm që bëhet në vallen e logut për ta përcjellur më pas këtë valle edhe me një urim që vjen nga adhetari shumë i shuar Ali Daci, ai vjen nga Rozhaja. Rozhaja është një vend larg nesh, por që nga dita në ditë po asimilohet, pra shqiptarë gjithë më pak po reduktohen, dhe është një sfidë ose përpjekje jashtëzakonshme këtyre adhetarëve që i bëjnë ballë me aktivitete të vazhdueshme, pavarësisht se edhe mund të dëmtohen nga kjo këmbgulje e tyre duke i bërë ballë të asimilimi, po ata nuk heqin dorë dhe për këtë duhen respektuar dhe që meritojnë një vend posaçëm në emisionin Ta Tokim për ta përcjellë kartolinën e tyre. Ja ndjekim.
udhëtuar nga Rozhaja për të ardhur këtu. Si është atmosfera e festave në Rozhaj? Ma përshkruaj pak. Po, Rozhaja është një zonë asimiluar shqiptare. Këto festat e fund vitit, pos vitit të ri të tjerë nuk i kremton. Unë sot kam marrë një sënë shumë caktuar që të festojmë së bashku në sofrën e Kelmendit, që është hera parë që vinë nga Macia Rozhajës dhe Rrugova, që bashkërisht ta kalojmë këtë festë në një festë vllaznorë, në një festë kombëtare, të them, edhe në një festë të kthimit e rikthimit të malësorëve në 30 vjeta të parëve. Duke qenë se vjen nga Rozhaja dhe fjalën e parë që përdore ishte asimilimi, pra e vuani asimilimit, ndoshta dhe urimi juaj do të ishte i përqendruar në luftë kundër asimilimit, kam përshtypjen. Sigurisht se asimilimi ka po vetëm, por unë jam sot e gjithë ditën i thtarja asaj që në Rozhaj të kthehet gjuha shqipe dhe asimilimi njëherë për gjithmonë të marrë fund, duke falendëruar gjithmonë shqiptarëve dhe atyre që i përkrajnë shqiptarë, se vetëm nuk ja dalim dot. Është e vërtetë. Unë ju përgëzoj për punën patriotike që bëni dhe kështu vazhdoni edhe në vitet e tjera. Sa bukur, sa bukur, vërtet një atmosferë shumë e këndshme, kur luajnë këto valle, kur kemi këto këngët vërtet shqiptare, sikur ndjen më shumë se kur atë dashurinë. Edhe ti përfshihesh aty, bëhesh pjesë e valleve të tyre, gëzimit të tyre, po që të bëhesh pjesë edhe e humorit të tyre, aha, s'ma mori mendja. Ja që u bëre. Më bëj një telefonat nga aktori mirënjohur i Malësisë Madhe, Mara Shkaçaj. Edhe më duke qenë se ai kishte parë spotin ton, të emisionit Atogën ku ne të dyja interpretojmë Popula, Po Gjeli, Kapaku, Garuzda dhe të gjitha. Tha, po sikur tha ti interpretojmë bashkë te sofra e Kelmendit. E imagjinon provat e kemi bërë. Unë si shofer, ai duke më thënë tekstin dhe duke më gjitur në ato brigjet e hotit, duke interpretuar një herësh. Okej, ishin ngrinca të thjeshta për të mbajtur mend, por ishte eksperienca ime e parë në këtë pozicion. Po ishte eksperiencë shumë e lezetshme. Po unë do doja të kisha edhe një herë të dytë. Po ja unë po pret zoti Mara Shkaçaj të bëj një skeç më të bukur. Ua, le, më ka futur në mendime të mëdha. Ndjekim këto grinca humoristike. Gru, ashtë i këtë nga bo shpia vëllu. Unë le me ly, edhe me le me ly me ndyrke. Gri? Bardi ishte ma shumë. Unë thëmë ke, se i shkën ma shumë. Po Bardi ishte ma shumë. Po kam të thonë ke, pra se pa në mund shytën. A një gjendë. Po Bardi mërë se vendos unë. Një gjendë. Do të lynë ke, se unë jam koka shpis, mojë. Ti koka shpis, po unë jam qata dhe këthejmë nga dunë. Hajtë të shqafën, bra. Zemra, shpjeti, ku je? Hajde, Zemra, ku je? Hajdu, am thira? Shkemër, po të shafën, jam të thirë qenjen, pa që më duesh ti. Po ka shkuqen gjithë më për të doktorin, se di ashtë vizitua, jo. Po, isha nuk asë gjithë keqen. Sa po vonë, sa po vonë. Amoreve? Ishe të doktori? Po. U vizitove? Po, u vizitove. U vizitove, a? Po qata? Ma se luj se qëmë. Amor, jetë në qata? Kje tha dhe i muj jetë. Një muj? Po. Për i muj bënë kështu? Pse, mëne? Po i muj kalon shumë shpejt? Zë, ka? Maj ka zetë, me ka thonë zikurat kam shumë të zi vanë shkoda. Po pse? A mu shajnë me qenë mëne. Po. Mund të të barë me hu ma s'krohejt, unë gjithë morë me pashkotat me hu. A shë vërtet, gjdo rrugis ka qenë një murit dhe. A i kam frikë, jo frikë, ka do kefes, do se më harë. Po ti dhe burro, edhe ke frikë qetë? E du t'i pas frikë fare. Një gjë, thonë me mostak, me jo të mbinë mostak para qenin. Ka mësoj unë një stil që zdo e kesh problem fare. Uno, hyrë ti në rrugis? Po. E ke qeni për kërë? Po. E shikon kokër të syrit? Po. Ulesh. Ashtu? Nuk i thua asgjë. Po. Shqe mos lëviz fare. Nuk të bën asgjë shpëton. Mirë më këtë punë të di unë, pa din qeni se. Një përsalet. Ta shkutjet e nga malësor edhe në vitë me vakti. Kishte njëni i lopë edhe i lykë të burë lopa.
Si përfundimoj nuk lodhe në shpi edhe i thot, e mërë gruja në telefon, i thot, kështu këto marë. Pa mirë, thot, mërë djali në shtatë e filani, thot, të ka i thot, i më zatë mirë, thot. E se shkojnë djali me nonën e qojnë atje. Me më duke saj, më zatë i këta mojta lopë tjera dhe nuk pa kërë të punë. I thot, e oma, thot, djali afroj, thot, të koka e nuk e dëqime. Po pëse i thot, hajtë të se gashje. Nonë, thot, ta shpejë morë rrështë se, mi ka ndëra babës të zonë. Dhe të gruqaj. Ishte bashkëpunimi i parë, ne jemi për gjatësimi për në Tamar. Shpresoj t'ja kem dalë disi, megjithëse nuk jam e kësaj fushë, nuk jam e fushës së humorit. Unë gjej rastin t'ju përgëzoj që bashkoni në sofra të tilla që është krijuar një traditë dhe që zonja Dila Baça e mban prej kaq shumë vitesh. Falenderoj të gjitha ata që kanë ardhur nga larg. Edhe rrugovën patjetër dhe uroj në një pyetje që i bëra pak më përpara, do ishte mirë që t'ja ktheni vizitën e të shkojmë të paktën mbani mund darkën të lëra të punore në rrugovës në vendin e ne për të tyre të shkoni dhe ta vizitoni, po ashtu dhe Rozhajën ndihmojmë bashkëpunëtarët tanë, sepse e kanë shumë të vështirë me asimilimin. Unë uroj gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri, fatmirësi në familjen tuaja, e kaloni gëzuar edhe në Kosovë. Ku me lasë me shërgoj qatë, se s'ko vrinë dhe mustak. Dhe për të shkuar te kartolina e fundit që unë dëshiroj të sjell nga Sofra Kelmendi, pasi një reportazh i plot po përgatitet do të shfaqet më vonë në transmetimet kur të rinisë emisioni Pusha Shqiptar, që është një kartolinë urimi që vjen nga një këngëtare shumë e njohur nga Lezhë, Nora Andreu, një vajzë shumë simpatike, po që kishte gjithatë zë dinamik bomb fare ishte. E sjellim në emision në një interpretim shumë ndryshe, ku ashtu janë ul këmbgryq me të gjithë banorët që nga Kelmendi që ishin pjesë e sofrës. Ndjekemi urimin. Sofrën e Kelmendit, besoj kjo është hera ju dhe parë që vjen. Nuk e di, në Kelmend ke ardhur herë të tjera apo jo? Unë kam marrë edhe herë të tjera në Kelmend, po pikërisht në Sofrën e Kelmendit është hera e parë sot. Jam shumë e kënaqur që ndodhem mes majlsorëve të mi, edhe i falenderoj gjithëve që kanë ardhur për ne dhe që unë jam bashkë me këta këtu në Sofrën e Kelmendit. Që ke udhëtuar nga Lezhë, nuk e di si është jeta artistike në Lezhë dhe angazhimet e tua për 2025. Atëherë si çdo këngëtar në fund vit kuptohet se është pak më i angazhuar se sa kohëve të tjera. Mundohem gjithmonë nga pak me kene pranishme, pak në Europë, pak në Shqipëri, kështu që mundohem të jem gjithmonë. Pra si në Kelmend do bëre një përmbledhje të këngëve të cilat mund të përshtatet dhe cilat mendon se i përshtaten zonës tu, përveç se ato të tua që i qanë patjetër. Atëherë unë kam zgjedhur pikërisht Kelmendin dhe kam bërë një këngë vetëm për Kelmendin. Edhe për këtë arsye unë sot e kënoj me kënaqësi këngën që kam kushtuar këtij vendit kaq të bukur. Ju urim për të gjithë
shikuesit dhe jo vetëm leshianët mos e mbaj ata me hadër, por në filme kudo ku jetojnë shqiptarët, edhe jashtë kufive shqiptarë. Atëherë për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, ju uroj vit të mbar me shëndet dhe me gjitha të mira. Faleminderit. Nuk ishte ky urimi vetëm, sepse shumë qytetarë të qytetit të Shkodrës janë bërë pjesë bashkë me Kamrën e Tato Kem për të uruar edhe ata. Çfarë urojnë shkodranët për 2026-ën? E gjen dot se çfarë? Jo, jam shumë interesante, po me siguri asnjëri nuk thot para. E thot ndonjëri para? Jo. Po, shëndet. Mi e gjitha atë që nuk thonë. Gjitha atë që nuk thonë. Okej, ne do të përcjellim urimet e qytetarëve shkodran për vitin 2026. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë uron për vitin 2026? Inshallah të kenë njerëzit shumë shëndet, shumë dashni, edhe mirë njohje për jetën. Faleminderit shumë, gëzuar. Gëzuar edhe ti për shumë jetë. Çfarë uron për vitin e ri 2026? Tonë të mirat këtij popullit shqiptar. Edhe mendoj këtu. Kjo është e rëndësishmja. Uroj. Fjala jote. Në vesh të Zotit. Faleminderit. Faleminderit, gëzuar edhe ju. Edhe ju gjithashtu. Një urim për vitin e ri. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar për shumë vjet vitin e ri, edhe një vit sa më të mirë 2026. Bravo. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar edhe ju. Si jeni? Mirë. Gëzuar për shumë vjet shkollën e festat që vinë. Inshallah na gjejnë mirë tanëve. Me lumturie, me begatie, me tanat mira. Faleminderit shumë. Çfarë uroni për 2026-ën për Shqipërinë? Në rrollë por të kena shnet, shtohet dashnia për njëri tjetrin më shumë, respekti me fjalë se ka humbë krejt. E vërtet. Edhe kështu që t'jena sa më afër, sa më harmoni njëri me tjetrin. Faleminderit shumë, gëzuar. Me mërsita në vitet inshallah. Faleminderit, gëzuar. Po që i bekimin. Gëzuar vitin e ri! Çfarë uron për fëmijët? Që të gëzohen më shumë për vitin e ri. Sa më shumë lojna. Sa më shumë lojna, sa më shumë dhurata, sa më shumë gjëra. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar të gjithëve. Çfarë uron për vitin e ri? Gëzuar. Çfarë do doje ti që të sillte baba gjyshi? Dhurata. Sa dhurata? Shumë dhurata. Gëzuar. Hajnars. Mirëmbrëma, gëzuar për shumë vjet, shnellat dhe vitin e ri. Faleminderit, gëzuar edhe ju. Faleminderit edhe ju. Tani, mes gjithë këtyre njerëzve, unë kam gjetur surprizën më të bukur. Si e ke emrin ti? Noela. Si e kam emrin unë? Noela. Është vërtet një kënaqësi shumë e madhe bash që takoj një person tjetër që ka emrin si unë. Çfarë uron ti për vitin e ri? Gëzuar vitin e ri, të keni shumë dhurata, shumë surpriza, të gëzoni edhe në pedonale, se kanë filluar lojrat dhe Bema është nesër. Gëzuar vitin e ri! Gëzuar zemër. Një urim për vitin e ri? Gëzuar vitin e ri tonë shkodronëve, po që një vit sa më të mbar edhe të lumtur. Po njëri të gjithë një vit të mbar. Tjetër? Dhurata. Dhurata, lek. Shëndet. Të gjitha thuaj. Kënaqësi, gëzim gjitha. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar edhe ty. Kam këtu një bukuroshe. Si e ke emrin? Ana. Edhe emrin shumë bukur ashtu si qënë ke edhe vetë. Çfarë uron për vitin e ri? Ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri dhe të jetë një vit sa më i mbar për të gjithë. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar edhe juve. Gëzuar e ju lumshin duar. Faleminderit për shumë vjet tonë shkodranëve, tonë shqiptarëve, tonë botës, se shënkolli është festë që festohet nga të tonë pa dallim besim. Absolutisht po. Çfarë uroni për vitin e ri? Uroj që të jetë një vit i marë, një vit vetëm me paqë, bekime, harmoni njëri me tjetrin edhe pa ngjarje që kena kaluar këtë vit që tashmë inshallah i marr me vete. Faleminderit, gëzuar, të lumshin duar. Faleminderit, gëzuar edhe juve, urdhnoni. Çfarë uron për vitin e ri 2026? Qoftë vit sa më i mirë për të gjithë shqiptarët kudo që llogën. Faleminderit, gëzuar e për shumë vjet. Gëzuar nga juve, faleminderit që morët pjesë në palajirin tonë. Një urim për vitin e ri?
O, për shumë vjetë e gëzuar tonëve, me pi tonë ka i gotë vene, se që bëna si sënë. Jo më shumë? Po, veç i gotë. Okej. Mirë është i gjysë, po hajt i gotë. Gëzuar e për shumë vjetë? Gëzuar tonëve, po gjithë popullit shqiptarëve, se të gjithë jena një. Ma mirë është me gëzu, se sa me ne i pa gëzu. Shumë e vërtetë. Shumë bukur. Urime shumë interesante. Pjesa më e madhe ishin urime për shëndet, për dashuri, për mirëkuptim, për mirëqenie më të mirë, para më shumë. Dhe unë shpresoj që harmonia dhe dashuria mes njëri tjetrit të na shtohet, sepse ka rënë në nivelin e detit. Prandaj le të shtojmë dhe të kontribuojmë më shumë dhe t'i mësojmë edhe fëmijët të duan, sepse shumë indiferent po na bëhet, pasi ne vrap të puna sa ande gëtej dhe me edukimin e fëmijëve fare. Dhe pastaj thonë pse ndodhin këto ngjarje apo ato ngjarje, fajin e kanë prindrit. Më shumë dashuri duhet treguar ndaj fëmijëve dhe më shumë edukim. Më shumë të merreni me ta. Mirë, këshillat tona janë pafunde, ne do dukemi si ata gjithologët, si ata psikologët, po, kanë marrë përsipër të thotë gjitha mesazhet e mira të botës. Por aq sa kemi mundur e kemi bërë, besoj në emisionin Ta Tokim, jemi përpjekur në mënyrën tonë, ne ju duam fortë, si gjithmonë, ne me ju bashkëpunojmë dhe realizojmë emisione të tilla. Dhe prandaj, kjo ishte kartolina jonë gjigande nga TV1 Channel, që nisim datën 21, sot data 30, dhe nesër ne kemi ruajtur një surprizë shumë të këndshme që përmbledh ato më të bukura, më pikante, dhe ato që na kanë bërë më shumë për të qeshur, për të krijuar një kartolinë të posaçme në ndrimin e viteve nga TV1 Channel. Faleminderit shumë që na keni përcjellë gjatë tyre 10 netëve, se nesër do të jetë nata e 11. Faleminderit shumë për besimin tuaj, për momentet që keni bashkëndarë me ne, të gjithë të ftuarve, të gjithë miqve që janë bërë pjesë Ta Tokim. Faleminderit ty Kozeta për momentet e mrekullueshme që më ke bërë të kaloj gjatë këtij emisioni. Unë të falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe një falenderim shumë i madh për gjithë stafin mbështetës, ata që nuk shikojnë këtu, se këtu dalim unë edhe Noela, po ka të tjerë që qëndrojnë. Është staf i madh që na mbështet dhe na ndihmon me gjithçka. Janë kameramanët të gjithë ata që ndihmojnë në realizimin e këtij emisioni. Falenderimi më i madh kuptohet shkon për sponsorin ton kryesor Grand Hotel Europa që na mundson transmetime të tilla të gjata 10 ditë sot dhe nesër do të jetë edhe nata e fundit, nata finale e 11. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën e mirë, gëzuar.